Mirë, kthehemi në transmetimi jemi me zotin Ferdinand Xhaferi, ish drejtuesi Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, deputet i këtij qarku. Në fakt, zoti Xhaferi, shikoj, ju folët me drejt çështjen e pronave dhe jo më larg se një ditë më parë Berisha është përballur me pronarët, me shoqatën e ish pronarëve dhe thjesht po citoj atë që i ka thënë përfaqësuesi i shoqatës të pronarëve të Vlorës në takimin që ai dje kishte në Vlorë. Ju na thrisni sa për shoh erdhën këta dhe janë dakord. Kur vini në qeveri na harroni, ngelëm ish pronar, ne jemi pronar, ligji 7501 është antikombëtar dhe është tradhti. Po të ishte përdorim, ndryshonte. Unë i PD-s jam, po u harruam si 92-96-ën, si 2005-2013-ën, si 2025-ën do na harroni sërish. Edhe përfaqësuesi thot, Berisha i thot, po është vërtet, thot që 7501-ën kemi këmbgulur ne. Përfaqësuesi thot, korrigjohet, thot, nuk është se e keni korrigjuar, është tradhti. Pra le temi, i rikthemi asaj që ju thatë që njerëzit nuk harrojnë. Këta pronarët, ja ku janë, këta pronarët, ky është një pronar që i 92. Te një nga elementët e mbarimit të kohës politike të Berishës. Dhe ky është problemi që unë ndjej. Se pavarësisht se unë të gjitha problemet që kam, unë votoj Partinë Demokratike, po problemi shtrohet që nuk bindot. Nuk bindot apo s'do t'i merrni as telefon të votojnë Partinë Demokratike? Shiko, e kam shumë të vështirë të mos jemi sinqert. Kur unë e shoh që partia nuk është investuar drejt një projekti fitues, po është investuar drejt një projekti që ka të bëjë me problemet e kryetarit me drejtësinë, dhe këtu e rithem. Atë që kam thënë edhe 3 vite më parë, që procesi ligjor ka shi zotit Berisha është një bazament të lëkundshëm. Dhe kjo vjen nga konsulenca e jurisëve. Zoti Laçevita thot do e kthejmë Berishën pushtet. Shiko, ku është Laçevita se u zhduk prap? Zoti Laçevita do kthehet prap? Ka qenë një nga strategët kryesor, 2 kanë qenë që kanë drejtuar fushatën e presidentin Trump. Në mënyrë të padiskutueshme është një lule e çmuar që bleu Partia Demokratike për fushatën elektorale, por a shpreha e vjetër thotë që me një lule nuk vjen pranvera. Nëse Laçevita do e sjellë PD-n në pushtet, na bën të kuptojë që pranvera mund të vijë edhe me një lule. A mund të bëj një pyetje zot Xhaferi, sepse më lindi pyetja kur ju po jepni disa të dhëna, të cilat janë dhëna faktike, se vin nga terreni, ju i keni ato të dhëna dhe nuk keni pse sajoni, por paradoksi në këtë që do them është ky. Si ka mundësi që ju i atriboni vetes punës, ekipi që keni ndërtuar në Durrës, ku keni arritur kuota goxha të larta dhe i friksoheni zgjedhjeve duke qenë lista të hapura? Ose nuk janë të dhënat që ju paraqisni të vërteta, që unë nuk e dyshoj, por më bën të mendoj, ose jeni naiv, sepse nuk doni të vazhdoni më tej karrierën politike, sepse çdo kush me ato dhëna që thatë ju, me lista të hapura, shumë mirë duhet të jetë deputet sot. Po ti, unë mendoj që nuk doja të them që nuk keni qenë shumë i vëmendshëm kur unë fillova artikulimin tim që në kryet herës. S'ka gjë, ritheksojmë prapë. Unë e thash shumë qartë që nuk në partitë politike jemi për të fituar zgjedhjet. Dhe unë nuk jam këtu për të marrë karrigën time si deputet, e të shkoj ata njerëz, kur pash që për 3 vite me radhë, tham që kryetari duhet ketë kufizim mandatesh, duhet tiki. Tham që na duhet një parti më e madhe se kryetari. Tham që me Berishën në krye nuk bëhet, por pa Berishën nuk bëhet. Dhe kur vazhdohet në këtë drejtim, kur unë e di që nuk do fitohet, dhe unë për të marrë mandatin tim të deputetit, këtyre 8400 njerëzve dhe me qindra qytetarë të tjerë që unë kam bashkëpunuar ndër vite, unë t'i thoja hajde se do fitojmë. Nuk mund t'i gënjeja. E kam bërë edhe jashtë parlamentit. Pra problemi shtrohet që në Partinë Demokratike ti kontribon për të fituar zgjedhjet, nuk kontribon për të zgjidhur hallin tënd. Unë do ta mirëkuptoja shumë nëse ju do ta thoni këtë gjë para se të përcaktosni. E kam deklaruar, unë nuk hyra në primare. Derisa hyra në primare, çfarë tregon kjo? Unë nuk hyra në primare. Mbas primareve u caktuan dhe listat e mbyllura, listat e hapura. Gjërat janë fare evidente, sepse nuk pash një projekt fitues dhe nuk i pash primaret si hallk që do energjizonin partinë. Dhe këtu është problemi kryesor. Pra çfarë duhet bëja unë? Mos tisha vetvetja. Ti thoja hajde se do punojmë, se do fitojmë, e të raskapiteshin njerëzit kur dia që nuk do fitojnë. Po ai nuk kontaktoi fare kur në gjithë të proces.
pra keni pasur komunikimin një tjetër, pra si erdi ky vendim, erdi vendim një anshëm nga ana juaj, ishte një farë mënyre... Të bashkuar në diversitet, që nga 2021 e deri në 2025,